Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte. Sporton është një emision sportiv me sporte të shumta, me sportistë jashtëzakonisht sportiv. Të cilët me shumë sportivitet do të shpërfaqin aftësitë e tyre sportive nëpër sportet respektive. Sporton. Shtunë dile. Check it out. Si çdo vikend në Urban FM, në kuadër të Sportonit, diskutojmë me njerëz të ndryshëm nga sfera e sportit. E sot në kanalin tonë zyrtar në YouTube, po ashtu në Facebook, e gjithashtu në valët 103.5 do të flasim me Ylli Bakaj. Është trener kondicional, por edhe videoanalist. Janë dy profesione që ndërlidhen, edhe pse ndoshta duken pak si të larta, po sigurisht do të na tregoj më shumë për këto dy profesione. Përndryshe, Ylli këto profesione i ushtron te klubi i Prizrenit këtu në Kosovë, por është edhe pjesë e kombëtarës së Shqipërisë në konkurrencën e femrave. Ne kemi pasur disa reprezentuese këtu në emision që kanë qenë prezente. Tash është koha që të flasim me trenerin kondicional Ylli Bakaj. Ylli, mirë se ke në emisionin. Faleminderit për ftesën edhe të falenderoj se për neve trit kjo gjenerata e re është mirë që me pas ku me promovu vetin e ti e ka njëni prej parve që na ke dhënë mundësinë me dalë në për emisione kështu edhe na lën neve me tregu se çfarë punojmë na dhe çfarë mundna me bë. Gjithmonë puna nuk ka çfarë pa dalën pa Ylli, po nisim prej themi rezultateve të fundit. Kombëtarja e Shqipërisë në konkurrencën e femrave ka arrit dy fitore të rëndësishme në dritarën e fundit kualifikuese ndaj Kroacisë, si në shtëpi ashtu edhe jashtë. Në përgjithësi po vlerësohet si një sukses kogja i rëndësishëm, sepse ti je pjesë e kombëtarës prej një faze kogja të vështirë, që shumë njoftove edhe para intervistës, po tash ka ndryshuar gjana. Po flasim pak për këtë pjesë, ka qenë e pritshme në këto dy ndeshje me arrit rezultat pozitiv. Me të thënë drejtën, mrena grupit na e kemi besu, mrena grupit stafi trajnerëve, lojtarët e kanë besu, po për opinionin e jashtëm ka qenë pak si e paarritshme. Po na kemi pas përkrojën e madhe për federatës, edhe për presidentit Duka. Dëshira atina ka qenë nëse djemtë janë këtu, edhe vajzat do të me arrit njëjtin nivel me ekipin e djemve, do të me shku gjithçka paralele, që mos me bë disbalanca të mëdha mbrana kombëtarës. Edhe na kemi po ndeshjet e Kroacisë, kemi analizuar me kujdes edhe kemi besuar që kena me marr pikë. Po që i bëjmë dy fitore, me thonë drejtën tash, prej momentit ku jena këtu në me thonë, po prej momentit që na kemi fillu me po ndeshje dhe me analizu kundërshtarin, kemi menu 2 ndeshje 4 pikë, 2 ndeshje 2 pikë. Qëllimi jonë parësor ka mos me dalë i fundit pikë grupit dhe mos me dalë pa pikë. Se dhe para 2 vitesh kur kanë qenë te grupi B, ka qenë kombëtarja e Shqipërisë, po ka qenë vend fundit, po s'ka qenë pa pikë. Gjithmonë synimi ka qenë që me marr pikë edhe mos me dalë. Mi mojt vajzat tona në moral nalt që mëna mujna me arrit diçka, mujna me shku më nalt, mujna më bë një ekip që mujna me nejtë të niveli B, pse jo me pretendu mrena viteve me ardhe që presim me pretendu dhe me shku te A-ja. E tregove pak a shumë që nështë asukun e përshme, po përgatitjet e përgjithshme që i keni bu si staf, por edhe po besoj forma e lojtarëve ka arrit këtë sukses mirë. Po e bëj pyetjen ndoshta që kam dashur pak më vonë me bu, po sa është vështirë Ylli me punu me vajza në sport. Duke ditë specifikën kam shumë shpesh të ftuar me sportiste në emision ku tregojnë normalisht ato vështirësitë që i kanë, duke ditur edhe natyrën të cilën e kanë, domethënë si gjini, me vështirësi, me mos pagesa të barabarta etj, po sa është vështirë si trajner mashkull me pas komunikim, me pas domethënë ndoshta themi zbatim të detyrave që i bën ndoshta tek meshkujt. Me thonë drejtën, unë e kam qenë me fat. Se në momentin kur ti e ki kryetrajnerin e mirë, edhe që din me menaxhu grupin e vajzave se ka një kohë gjatë që 8 vite pjesë e kombëtarës, unë vetëm kam një këshillat e atij. Edhe gjithmonë kam pretenduar me marr diçka që mund me marr për vajzave. Gjithmonë kam pretenduar me bë 20 vite që ato mund me bë. Asnjëherë nuk kam pretenduar që me marr shumë. Kom shku avash duke arrit pikën që edhe unë me di çfarë më kërku për vajzave, po edhe vajzat më përgjigj mua në këtë vitin që unë e kërkoj. Se është shumë e rëndësishme me njoft na kështu në përgjithësi themi biologjin, po na në aspektin e përgatitjes fizike është me njoft aftësitë motorike vajzave, dhe ku mund me shku, se ti nuk mundesh me krahasu një vajzë me një djalë. Normalisht. Se deri në moshën 17 vjeçare për shembull një vajzë e bën diferencën me një djalë shumë më lart. Po pastaj fillojnë te moshë 18 vjeçare aty fillojnë me ndryshu gjanat. Unë me thon drejtën e kam studiu këtë pjesë
edhe gjithmonë kam pretenduar me marr më të mirën prej vajzave në ato që unë muj me kërkuar dhe ato që ato muj me dhon. Për ka aspekti karakterit unë e kom pas shumë atlet me punu me vajza se sa me djemt. Te kombëtarja Shqipënisë kom gjetë vajza që kanë lyp në grupe Champions League-s, kom gjetë vajza që kanë bë kualifikuese të mira me kombëtarën, edhe nuk e kom pas problem. Plus kemi edhe vajza që vinë për jashtë, vinë stërvit me të mirë, vinë me dëshirë për me dhon për kombëtarën. Edhe unë s'kom pas problem, jam gjenë shumë mirë, s'kom pas problem me vajzat më kanë përkrah mu, unë i kom përkrah ato dhe kemi gjetë një mes start që punë me na shku mirë. Domethënë, vjen të na në kombëtare të vajzave, është shembull. Është shembull për krejt, për unisenishet e djemve, për U17, U19, është shembull. Vjen prej sjelljeve që bëjnë nypjet si hypin në autobus, si sillen në aeroport, si sillen në avion, si sillen nëpër hotele, është gjithçka perfekte. Edhe kjo po besoj tash i ka edhe që të rezultatin e dy ndeshjeve të fundit. Po ke ideja me ditë me bërë një krahasim sepse për më është ma mërmenja edhe në Ballkan është vështirë me qenë sportiste në kuptimin e shumë barierave, edhe këto që përmendat pagesave edhe për shkak edhe pak themi më tradicionale që vajza gruaja në një moshë do të me ndalni ëndër për me bu familje etj. Prandaj thash me na e bëni krahasim. Mirë, tash po du me dal viteve të fundit në përgjithësi në futbollin e Kosovës po flasim tash po dihet rëndësia e një trajneri kondicional përgatitës sepse më herët kreti ka bu trajneri kryesor, domethënë duke nisë edhe përgatitje dhe nxemet etj. Tash duke ditë rëndësinë, nuk është që është një numër i madh i trajnerëve të licencum për këtë punë, po në Super League po flasim për mos gabun ndoshta secila për ekipeve e ka një trajner përgatitës. Po tregon prej aspektit ton profesional, qysh mretën me kuptu them ekipet e Kosovës që është rëndësishme edhe një pozitë të tillë se që tu kanë kursy, jo në trajner, jo në video analist, më herët jo etj. A din si është, sa më shumë që është cilësia e lojtarëve, sa më cilësor që na marrim lojtar, as më shumë është kërkesa atyve. Se nuk mund një trajner mi përballu 20 lojtar. Unë them për mendimin tim, ngritja e cilësisë kampionatit, ardha e lojtarëve për Shqipërisë, ardha e lojtarëve për Kosovës që kanë luajtur jashtë në kampionat Kosovës, e ka prunë edhe rritjen e stafit trajnerave këtu në Kosovë. Secili lojtar që vjen për jashtë ta bën ty një eksperiencë. Se vjen një lojtar i mirë thotë unë e kam punuar me një trajner një përgatitës fizik, po këtu nuk kena, mujna me bë diçka, mujna me marr një për shembull ta japin propozime, se edhe ata do me bë më të mirën për vete, se ata mendojnë me orën Kosovë, po me luajnë Kosovë 1 vjet, 2 vjet, po prapë më kthyin në Evropë. Edhe unë mendoj që rritja e cilësisë ligës e ka prunë edhe rritjen e cilësisë stafeve teknike. Po edhe trajnera që kanë marrë për Shqipërisë na kanë prunë eksperienca të mira, po edhe trajnera që kanë marrë për jashtë kanë prunë eksperienca të mira. Kemi edhe lojtarë që kanë luajtur jashtë e që janë këtu në Kosovë që janë bë trajnera dhe ata e din se çka i ka mungu atyve dhe kanë ditë se çka mi prunë lojtarëve vet që ata mund nisa më shumë profesionista. Pastaj është edhe pjesa e rritjes buxhetit të klubeve. Se një klub kur ka buxhet ka edhe mundësi me pagu. Se na ti mundesh me marrë një lojtar për shembull me një rrok të madhe, po mos e mund me përgatit edhe ai me dështu ty në ekip. Është 0. Përfitimi i klubit është 0, mos më thon minus. Edhe po mendoj që jemi të shku mirë. Tash ka filluar edhe kursi këtu i përgatitjes fizike poshtë Federata e Kosovës, edhe kjo ka më kanë ndihmë e madhe për trajnerat e ri që pretendojnë me vazhdu të kjo pjesë e përgatitjes fizike. Se secila pjesë e ka specifikën e vet. Për shembull unë bëj punën edhe te ekipi edhe te kombëtarja, po puna te ekipi edhe te kombëtarja përgatitjes fizik dallon. Se ti te kombëtarja i ki 7 ditë, i ki 8 ditë, i ki 4 ndeshje. Synimi jot s'ka më kanë ngarkesa, synimi jot ka më kanë që ti me pas ekipin sa më shumë të rigjenerum, edhe të gatshëm për me të luajtur lojën tjetër. Për shembull stërvitja gjithçka do të më hin, çdo stërvitje do të më hin brenda taktikës. Se ti i ki 3 ditë me përgatit ndeshjen, ki me luajt ndeshjen e ki ditën e nesme rigjenerim, pastaj ki një ditë stërvitje, ditën tjetër udhtim. Shkon një ditë para ndeshjes ti s'mund të punu taktika atje se vin kundërshtar ta shikojnë stërvitjen. Gjithçka është brenda taktikës, çdo pjesë e stërvitjes është brenda taktikës. E thash pak edhe rëndësia, normal edhe buxheti, po për me kuptu realisht të krejt ata që përcjellin jo vetëm futbollin, por edhe sportin, trajneri
kondicional është edhe një person I cili me programin që ka mundohet 100% me I parandalu lëndimit që është diçka shumë e rëndësishme për trenerin edhe ekipin që lojtarët të gjithë lojtarët që janë në ekip me I pas të gatshëm për me lujt. Ma tregove një gjë interesante që në klubet e mëdha flasim që pikërisht ky staf përbëhet prej 5 ose 6 njerëzve të cilët kujdesen për lojtarët në aspektin me I nxe, me I bos gjatit e tjerë. Ata mërmenja që kanë më shku shumë kohë për me pas edhe nani këse trajtimi ndaj lojtarëve. Gjithë shka fillon prej neve, prej kërkesave tona. Për shembull, unë jam përgatitur fizik, nëse unë të ekipi jam nuk pretendoj edhe nuk kërkoj me pas dikant tjetër që më ndihmu mu, atëherë nuk kam urit. Por nëse na pretendojmë edhe kërkojmë gjithmonë që më urit stafi, atëherë s'kam qenë shumë e thjeshtë. Se nëse një trajner vjen merr shumë një rrogë shumë të madhe edhe nuk mendon për stafin e vet me rit, ai ka më pa që një ditë një tjetër ka më dal, ka më pak parë, po përqendrohemi te pjesa ekonomike, po ka më pas një staf të madh dhe nesër mas nesër ka më ta fitu kampionatin ty krejt let, atëherë s'ka më filluar ndryshimi. Unë mendoj që sa më shumë që më kanë më e madhe kërkesa për kryesive të klubit, që ata më lyp pse po lëndohet ky lojtar me lyp përgjegjësi për çdo kujt na për punës vet, atëherë s'ka më kanë edhe kërkesa për neve stafi që më urit stafi sa më I madh. Po kam qenë na tregu pak pse ke vendos më bu trener kondicional. Zakonisht po besoj që të ka ndërlidh pak futbolli, edhe pse ke gjetë veten në këtë fushë, ndoshta në mungesë trenerave apo diçka tjetër që ty të ka tërheq me qenë pjesë ose me zgjedhje të profesion. Unë që kom pa që më ngon mas shumë të në futbol Kosovës, po mëjna me thonë futbol Shqipnijës është periodizimi, është struktura se qyshe formon ti një makrociklet, një meociklet, e unë të studiu jem konë një fokusu vetëm të ajo pjesa. Gjatë kësaj kohës jem konë trener të U17-qat, po gjithmonë kom pa që pjesa tjetër nuk janë të I dhonë rëndësi kësaj pjesës, edhe pse mos me bë diçka tjetër, pse mos me pronë diçka ndryshe, diçka më të re këtu te futbolli I Kosovës. Pastaj tu fillu të studimi e shefra, se me shku ti në dims trajner, ti suni përzihesh përgatitjes atletikës se çysh e përgatit ai ekipin. Me shku me një pozitë tjetër ti nuk je prapë te ajo pjesa e periodizimit, edhe mu vetëm studimi që kam bërë det periodizimit që është në futboll, më ka shtyr që me zgjedh përgatitjen fizike, kështu si që me vazhdu atë. Si ide, po. Po, si ide. Po, nuk është që e shoh veten për një kohë shumë gjatë, se gjithmonë futbolli ka tranzicione, dush me kalu prej një pikë në pikë tjetër, prej një pikë në pikë tjetër, gjithmonë me shku më avancu. Se unë e kom fillu punën si trener shumë I ri, moshën 18 vjeçare. Edhe shpesh një trener që punoj tash, I thot, po jemi në tavolinë me një sporti, I thot, ti gjatë kohës që ti je të luajt futboll, ky është të studiu. Por çata ki komo po trener më mirë se ti, atë ne kemi kështu si humor. Sigurisht kur e ke nis në moshë 3, domethënë masi the edhe synimet tash kemi dalë edhe me tregu edhe për pjesën e video analizës, po domethënë synon me u bë trener tamam I tom kështu I ekipës, jo trener përgatitës apo varësisht çu kanë me qenë situata. Kjo ket varet prej rrugës që na jep e ardhmja. Unë për momentin jam mirë këtu, jam komfort, pretendoj me u zhvillu alo më shumë, me mësu alo më shumë se po e shohim tash për shembull ç'a bani Barcelona revolucioni me këtë trajnerin e fundit përgatitës fizik. Pse jo me shku me mësu, mi prej gjitha pikë, po nëse një ditë komotor mundësia më bë trajner I parë, pse jo? E përmende trenerin kondicional së fizik të Barcelonës, nuk e njoh me emër për ndryshe, disa prej trajnimeve të cilat I ke bërë së shkollimeve kanë qenë edhe prej Barcelonës dhe Liverpoolit, pikërisht në zejën e trenerit kondicional, po a është më I mirë Pinto as ky I Barcelonës tregana, se për Pinton e një bota ndoshta për shkak edhe më shumë marketingut që I kanë bu gazetat spanjolle, evropiane etj. Puna që ka bë Pinto është punë e fshet, ai nuk e shpëndon me njëve tjerëve. Është ajo që e mon ai sekrete për sosin sekret, ha? Po, ai e ka sosin sekret. Ai e mon një modresh me 39 vjeç, me vrapim si një djalë tjetër që e mon Barcelona me 18 vjeç. Derisa ai nuk fillon me na kallzu neve se ç'a ban. Na mëna me thonë që s'është më I miri, po dikur ka më dalë edhe ai mi çel ato letrat e veta dhe me kallzu që çysh ka mujt me marrë Realin në këtë nivel. Edhe herën e parë kur u shpall Interi kampion me Conte me 3-5-2-shin ka qenë ky baza e ekipit. Vrapimet e këtij na ka mujt mi mbulu ato zonat e 3-5-2 që I lën hapësira. Po. Për shembull kemi po në lojtar që Victor Moses që ka ardhur te Interi u ka super yll, ka shku te Chelsea ka dështu.
Ai ka bërë revolucion, ai bën revolucion, po janë gjëra që ai i zgjedh mi bë fshet pa na kallzu neve. Është kjo e keqe, konsideron se të keqe për shkak që si jap mundësi tjera me mësu. Shive, unë tham inshallah nuk vdek pa na kallzu formulën. Okej, inshallah e ka shujtë kahun, ka si kap dikush i shpalos. Po ai për momentin është nivel tjetër, është nivel tjetër. Tu fillum për ato moskat me oksigjen ti malajeve që i përdore gjanat. E ka gjetë formulën. E ka gjetë, po. Sigurisht ka punu shumë në ndoshta edhe se pastaj janë edhe pjesa tjera specifike, është edhe stafi mjekësor, sa mund të marrë stafin mjekësor që i përshtatet. I përshtatet edhe i studion lojtar të ketë mirë se ku mund me arrit edhe ku mund me shku, çfarë fibra të muskuj kanë e këto gjëra. Për shembull, na në Kosovë, në Shqipëri, e ndoshta edhe në Ballkan thamë se si kemi, na punojmë me mendje, apo na bëhet, as po na bëhet. Këto bash për ndërlidh me pyetjen e radhës, sigurisht që kushtet ja kanë leju Pentos që morëm shembull nivelin më të lartë që me bu ndoshta studimin deri në detajin e fundit. Po flasim tash te na kena na kushte ose ti ylli personalisht kur flas kushte edhe kushtet e pajisjeve të ndryshme, të cilat disa kanë specifik, janë të shtrejta etj për matje të formave të ndryshme, ose nëse si kanë klubet, a kemi në institucion ku ti kishe thonë a e çojna lojtarët me i bë do matje, për shembull kam vizitu fakultetin e edukimit fizik që ka bënë mini laborator, por nuk besoj që është i mjaftueshëm, ata mund me bë disa teste, kemi pasur mysafir, po ndoshta nuk janë të mjaftueshme për specifikat që kërkohen nga trajnerët kondicional. Mu po më nket se s'është nuk kujtu emri, është këtu një doktor që i bën këto matjet. Është minimumi që na mëna me bë për lojtarët është me i prun këtu, është në Prishtinë një vend, s'po kujtohet emri faktikisht. Minimumi që na me marr vesh çka ka ai alergji, çfarë lloj muskuj ka, ku është i ndërtuar, çfarë është pikatina e fortë, çfarë është pika e dobët. Edhe kjo që ka bë për tash së fund me fakulteti i edukimit sportiv këtu është shumë e mirë, është shumë pozitive. Me thon drejtën duhet secili klub me pas ato. Po na po folim për kushtet, na jemi të shku, kemi fillu minimumi, ti the fillim që s'ka ekzistu si profesion. Tash ka fillu me dalën pas si profesion. Nëse mas nesër ka me fillu edhe secili klub ka me ditë rëndësien, se me marrë një lojtar prej jashtë vendit, edhe me marrë të lëndum, pa ja bë testet me fut në stërvitje, ka me të kushtua ajo një ditë. Ti dikur kime kuptua atë. Prapë po them po kthehemi te para, kime kuptu që më mirë është një herë me investu me një vend dikun që e kit përjetshme, e mos me dështu në të ardhmen, se sa me dështu ti tankohen, dështo një herë, dështo dy herë. Na deri djeg nuk e kuptoj, deri djeg. Po, na tu djeg, po thamë, jemi tu djeg, tu djeg, kemi me kuptuar rëndësinë e gjitha gjonave që është mirë për me posë secili klub. E thash në fillim, përveç po besoj që keni karrierë më të gjatë si trajner kondicional, paralelisht e bën edhe punën e videoanalizit. Kjo është një sektor cilin në Super League besoj që aty këtu domethënë që e din disa persona që kanë kryer licencimin, i dërgojnë vetë, nuk punojnë në klube si më thon me qenë thëm kështu si punëtor aktiv. Realisht kanë marrë të mira part-time, paguhet që analizë edhe bartët pastaj tek trenerët e ekipeve. Kjo so po mundet me u kuptu tash për trajnerëve. Ki besoj biseda, ki takime ndryshme, a janë të mësu ka dalë rëndësinë e kësaj pune. Me thon drejtën, unë ka 4 vite që kam përfunduar kursin e videoanalizës. Vitin e parë as që kam përmend ai kush, as që janë marrë me këtë aspekt. Unë jam kënd të punuar me një ekip në Ligë 2. Edhe për shembull unë kam pas natë kohë babi jam kanë kryer trajner, edhe thotë jam të bëj videoanalizë ekipit. Atë ata trajnerë thoshin çka e të thon videoanalistë, çka ke punë, atë në Super League po bëjmë ti po bën Ligë 2. Po tash 2 vitet e fundit ka marrë shumë rëndësi të veçantë. Me thon drejtën edhe ai grupi që mi kanë na prej Kosovës, kemi qenë 6 djem duket. E shoh që kanë filluar me u zhvillu shumë edhe e shoh gjithë që janë punësuar në për klube, edhe marrin merita. Se për shembull mundesh me punu videoanalist ti, po mos vetë përmend kërkosh nuk me merita je në hije, edhe një njeri që rin gjithmonë në hije mërzitet. Ç'është, e vërtetë. Po këta djem që janë të punu në për klube, po i shoh që janë dritë, edhe secili trajner krenohet edhe thotë kudo që shkoj unë kam të marr ty, kam të post ty ofër. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me mua. Unë kam punuar te ekipi FC Përzenit, kam pas fatin me njoft një trajner prej Shqipërisë, Samuel Nikaj, që ka punuar te Vështria, ishte para ndeshjes me
me Malishevë në barazh, ishte ndeshja e fundit kryesore për në barazh. Edhe i shkruajnë e tham, përshëndetje profesor, sa kam përfundu kursin e videoanalizës, edhe kam një program Boy Scouti, kam përcjell ndeshjet e Malishevës, edhe i kam bë thash analizën, a don me ta nis, a don me po. Ai thotë, çat nis me më vëlla, thotë, hajde ti këtu te unë në hotel, edhe kallzoje vetë analizën. Po para për kështë ulëm një në tavolinë e po, edhe i pëlqej ajo që kisha bë unë, thash për mu, me thonë, kam qenë 20 vjeç, 19 vjeç, edhe me dal para Labinat Osmanit, për shembull, që unë e kisha idhull. Ai lojtari më i mirë në Kosovë, sulmuesi që më ka pëlqyer mua më shumë, unë isha të bëj analizën kur e shifja labi një, doshta më fshisit me thonë, është labi ai. Edhe kështu, unë kam pas fat për veti te kjo puna, po edhe se kum sheh punën time që kum bë. Gjithmonë kum pretenduar që me dal puna ime ndrit, që me po atje. Pastaj profesori kudo që ka lëviz, më ka kërkuar mua. Derisa vitin e kaluar mu bën në bashkë te Pogradeci, kemi bë punë të mirë. Njerëz që janë kon aty e kanë vlerësu, trajnerë të tjerë që na kanë pas kundërshtar e kanë vlerësu se e kanë pas që na i kena njoh deri në detaje. Po gjithmonë çka u kon pozitive për mua është trajneri mi ka dhënë mua meritet e mia. Ka thonë, "Që unë të kum studiuar, të kum përgjigj, po ky të ka analizuar." Edhe gjithmonë jam kon dritë edhe kjo që kur je dritë ty të motivon me punu më shumë. Te pjesa videoanalizës, a është më shumë pjesë të them kështu teknike të realizimit të një videoanalize, apo sigurisht patjetër që duhet me kuptu edhe pjesën taktike, vendosjen e kundërshtarëve dhe vendosjen e ekipit. Kjo ketë varet prej trajnerit. Prej trajnerit edhe prej videoanalistit se çka kërkon ai me bë. Okay. Kur kemi shkuar në atë kursin në Shqipëni, Alarico Rossi që është përgjithësi i videoanalizës na ka thonë ky është vetëm fillimi. Ktu ju mundi me marr licencën, po mu qujt videoanalist, po ju a doni më bëu analist është përgjithësia juaja. Se ti shkon edhe mëson mënyrën, strukturën e lojës, se çu duhesh me bëu analizën ti. Po mëse ti sa je kërkues, edhe sa e studion kundërshtarin, se sa i sheh pikat e dobta të kundërshtarit, këtë varet prej teje, pastaj se sa mëson ti, se sa shikon futboll. Edhe pastaj ti e krijon identitetin tënd si videoanalist. A do më kon vetëm video editor, mi prej videot e me lën trajnerin kryesor që ai më zgjidh problemet? A don ti më kon video editor edhe mi gjet problemet edhe mi kallzu trajnerit, me marr përgjegjësi se edhe videoanalisti merr përgjegjësi, a don ti më kon videoanalist, e kur del para ekipit më kon ti videoanalisti që ty me të ngu ekipi, e mos e trajneri më shtin e vetë në lojë se çdo më kundër përgjigj. Kjo kënd varet prej karakterit videoanalistit se çka kërkon ai me bë për vetes, se sa don ai me punu. So është shumë e thjeshtë. Sot videoanalist mund të bëjë gjithkush. E merr një program që pren video edhe i pren videot. I kërkon trajneri thotë prej minutës kaç unë dua këtë më prej, këtë më bë, këtë më bë, edhe e bën. Po ai sa kërkon për vetit dhe sa don ai me fitu për vetit, këtë varet për dëshirës së tij. Po bëjmë një krahasim si trajner kondicional edhe si videoanalist. Më tregove para intervistës që e ka një farë pikë të përbashkët ku ty ndihmon me i kry punë më lehtë. Tregon a çysh është që kjo? Po ta kallzoj një eksperiencë fundit që e kam pas te Pogradeci. Fazën përgatitore, unë edhe trajneri vendon vetëm fazën tranzitore me bë me vrapime. Pjesën tjetër këtë me bë përgatitje me topin. Edhe në 3 javë, 2 javë faktikisht punum stërvitje. Me javën tranzitore i bige 3 javë, 2 javë vetëm me topin, small side games, me zona, me tranzicione, me gjana. Po mas 2 javë punë tham ta bëjmë një test ta shohim deri ku na ka shku ekipi atë. Kur banam testin na pe marrim me kështu katastrofë. Lojtari për shembull që pretendonshim na me shku deri dikun ajas nivelin mesatar. Domethënë lojtari më i mirë përgatitje fizike e ke shkop në nivelin mesatar. Po ku janë ata mesatar që kanë rënë në nivele, ata që janë pa përgatitur na kanë rënë këtë nivel poshtë. Edhe shka vendosëm si me zgjidh këtë problem, se nuk është problemi te lojnat, se lojnat janë këtë në rregull, me dimensione këtë në rregull. Vendosëm me vendos kamerën çdo stërvitje. Çdo stërvitje me pas analizë. Po ndryshimi që na ka ndodhur neve për 2 javë, në 2 javë është këtë tjetër gjë. Se ti përmes videoanalizës, stërvitjes, e përmes kamerës ti i kërkon përgjegjësi çdo lojtari, pse ti ke shku këtu? Pse se ke bëti këtu? Me 2 ditë që kemi bërë analizë të vitjes, për shembull bënim teknikë aplikative pas, dupo pas, nxjerrë topin krah. Kur e bënim pa kamerë, e bënim pas, dupo pas, dilte topi atje poshtë, shkonte me marr topin, na desa vite topi tjetër, ishte gjithçka humbje kohe. Kur filluam me vendos kamerën, edhe ju ritën përgjegjësitë lojtarëve se prit, na po gabojmë, po dikush është na po.
edhe nuk janë aty vetëm 6 sy trajnerave për shembull ose 8 sy trajnerave që janë 4 trajnera aty që bëjnë 8 sy, po e kanë një kamerë që mas do stërvitje këta neve po na shifshin. Edhe aty filloi me rrit përgjithësia e lojtarëve. Patëm ngritje fenomenale për Diop. Unë shpesh të net me trajnerët thoshin, para mendoj me pas qita kamerën për fillimit tyre. Kishim lyp Premier League. Normalisht kjo është edhe pjesa mentale, po. Masë te pjesa taktike gjithmonë është më e lehtë për mua, si vetëm analist ose si përgatitës fizik, se unë e di se çam duhet mua më bëj brojtësi djathtë, se unë jam koordinim 100% me trajnerin, e di çfarë don trajneri për ekipit, e di unë si përgatitës fizik çfarë du unë për lojtarit tem, edhe di unë si vetëm analist se ku du më mri mu lojtari në aspektet taktike. Është shumë e lehtë, mëse është shumë e lehtë me bë lojna për shembull Smart Side Games, është shumë e lehtë me bë lojna për mua, se e di çfarë don, ku do me lëviz mes fushore, e di si mund me organizu një lojë 3-3 për shembull mes fush, çdo gjë është më e thjeshtë për mua, për organizimin e stërvitjes. Çka më intereson me di dhe çka diskutuam, po besoj që për me kalu nivelet themi mesatare të qytyne që po i diskutojmë, pra krejtojën paramatje që me u përmisu ekipi, me u përmisu edhe lojtarë individual. Ka klube që kanë fillu me investu në teknologji. Kur thëmë në teknologji janë këto pajisjet e fjalës fundit të matjeve, të performancës së lojtarëve në fush. Ka disa klube madje përgëzoj këtu ekipin e ushtrisë që është po më mërmendje ndër të rrallë në ligën e parë që ka një teknologji e cila mat performancën domethënë individuale të një lojtari në Super League ka pak më shumë, duke përfshirë të dritën, Prishtinën, me që di është Dugagjini, ndoshta edhe Llapi, pra janë 4-5 ekipe cilat i vlerësojnë këto gjëra. A ndihmon edhe kjo në punën e një trajneri kondicional për nesërmit për shembull stërvitje, masnin kur e dim që tash e kemi lojt mes javë weekend, domethënë ndihmon kjo edhe kjo pjesa e teknologjisë. Të drejtën punën që ka bëu Federata e Kosovës para 4 vite, 3 vite ekipeve të Superligës, gjithë ekipet e Superligës kanë qenë pajisur me GPS. Aty mendoj se ka filluar me urit vëdësimi i ekipeve me kuptu se sa është rëndësi GPS-i. Ama plot tjera nuk e kanë vazhduar masa në javë. Po nuk e kanë vazhduar, po kjo është krejt pa pore po kena çfarë. Po thamë është pjesa e detajeve të vogla. Detajet e vogla në futboll e bëjnë diferencën. Diferencën normal. Çdo gjë që ti din më shumë se kundërshtari e përdor ti për të mirën tonë. Unë për shembull kur çdo ekip që punoj, kam luajtur me një ekip kundërshtar, unë e shoh edhe foto që e qesin para lojës. Se e qet ekipin fituese me Eleka, unë e di që ai ekip ka luajtur 10 sekondë meje. Unë jam gjithmonë një hap para tjerëve. Edhe ti sa më shumë që di. Gabimi aty në që i poston këto. Gabimi atyve po. Ty po do të përshtare, po. Edhe kjo është e lidha me këtë aspektin se sa më mirë që ti e një ekipin tonë, se si se çfarë performancë ka lojtari jot, ti ki mund të qenë shumë më i bindshëm dhe shumë më lehtë me vendosë kush ka me lut, kush nuk ka me lut, kush është i lodhur, kush nuk është i lodhur. Po mendoj që investimi më i mirë është teknologjia, se përmes stërvitjes secilët ekipe po stërvisin më. Nuk ka ekip që nuk stërvit mirë. Përpara ka pas ekipe që i kanë pas 10 topa, ti me 10 topa nuk i mujt me stërvitje, edhe me desh se s'ki pas intensitet në stërvitje. Sot secili ekip ka stërvit, ka topa, secili ekip ka piketa, secili ekip ka fushë ku me stërvit, se përpara s'kan pas as fushë ku me stërvit. Sot detajet e bëjnë dallimin. Një përgatitje mirë fizik me përgatitje mirë mund të kom po me kushtet mira, një video analist, një kamerë stërvitje, një analizë e kundërshtarit. Unë mendoj se sot ka koha që me detaje me bë diferencë. Edhe po e vren që klubet janë të e bëjnë dalë përgjithësi po flasim për futbollin e Kosovës, normal. Unë po e vrej. Ato që po dojnë me synu edhe me punu për me zhvillu talenta, këto gjanat janë që vetëm i kanë kalu, ma vetëm janë të i bë dhe janë të avancu. Mirë, yllë po kam qef me dhoni porosi për fund, e ke nisë shumë herët profesionin e trajnerit si kondicional, po ashtu ki licenca si trajner, ndoshta në i futbollist i cili për shkak arsyeve të ndryshme, ndoshta të lëndimeve, kushteve tjera ose çka do tjetër, nuk mund të vazhdoj karrierën e tij. Çka i thu sepse pikërisht në futboll llogaritën diku afro 30 deri në 40 profesione që mundesh me i bë e që je në futboll pa qenë futbollist këtë rast. Domethënë 2 ose 3 prej 4 i përmendëm trajner kondicional, video analist, ndërmjet trajner, mundesh me punu ekonom, mos flasim tani
tjera doktor, etj. Domethënë janë shumë profesione, cilat mundesh me qenë futboll, me mojt pasion në futbollit, po pa qenë futbollist. Çka e thu ti në djalit të ri edhe në çikës të re që ndoshta ka më dyshe s'po bën trener se deri dje kesh futbollist etj. Shive, e para, du më ndalë të parja, mëse e lam të parja. Okay. Nëse ti mendon më bëu trener, asnjëherë mos u ndal të investu, të përfundu kurset edhe të ble libra. Se sa më shumë që din ti, aq më shpejt ke më dalën pa. Edhe te pjesa e lojtarëve që lojnë futbollin, asnjëherë mos u ndalo me një kondën tonë, se nëse ti nuk je bë futbollist, unë të garantoj se si trajner është emocioni 5 herë më i mirë se sa futbollistit. Edhe është përgjegjësia 5 herë më e madhe se sa e një futbollistit. Kur mos u ndalo, s'mundesh më bëu trajner, për shembull ki probleme me leadershipin, s'ka problem, bano video analist. Nuk mundesh më bëu video analist. S'dën me përdor IT-n për shembull. Vazhdo të përgatitja fizike. S'po mundesh me mësu mirë sistemin motorik e burimet energjetikës të futbollisti. Mos u ndal asnjëra, a ki shku shkollë mes me mjekësi, vazhdoj me mjekësi sportive. Team manager ose për shembull diçka tjetër. Je njëri fani që do me mojt atmosferën, vazhdo team manager, se team managerat do të më kanë njerëz që kanë punë me futbollistë për çdo detaje. Vazhdoje. Mos u ndal asnjëherë, lype ato që ti don me bë. Vetëm do të më kanë vullneti në mes, edhe thash investimi. Asnjëherë nuk duhesh më ndal më investu, edhe asnjëherë nuk duhesh më kënaq. Si futbollist, si trajner, si video analist, si përgatitës fizik, çdo gjë që ti zgjedh me bë, duhesh me investu, se një ditë ka më të kthyej ajo. Se puna e mirë jotja ka më ftu njerëz të tjerë ty, që ata me të shpërbly ty, që ata me investu te ti. Dhe besoj që është mënyra më e mirë, sidomos qysh në moshën e re, si puna jote që ke vendos, Ylli, edhe tash normal që sukseset veç kanë më shku të rrit. Ylli, të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit sportan, besoj bënëm një bisedë interesante me kuptu pak a shumë punën e një përgatitësi kondicional, por që ka edhe një bagazh ka gjatë mirë edhe në moshë të re, besoj që këto pjesa e bagazhit edhe ka rritë edhe në të ardhmen me punën dhe suksesin që pritet me pas në të ardhmen puna jote. Falenderoj edhe ty për ftesën, edhe i falenderoj gjithë lojtarët e mi edhe lojtarët që i kam të kombëtarja për krajën që më japin gjatë kohës edhe për punën e mirë që bëjmë bashkë. E bëni bashkërisht, besoj që prapë me suksese të tjera takohemi Ylli në emision ose në një intervistë tjetër, pse jo dhe me prej së afër me punën tonë që e bën. Patjetër, ti je i ftuar gjithë kur don ti me ardh ose te ekipi kombëtar aty vajza ose te ekipi i Prizrenit. Patjetër, faleminderit shumë ishim me Yll Bakajn, i cili është trener kondicional, por edhe video analist, pjesë e kombëtarës së Shqipërisë te konkurrenca e femra, por është edhe pjesë e klubit Prizreni këtu në Kosovë. Diskutuam paralelisht për të dy profesionet, por edhe rëndësinë e të dy profesioneve në futbollin tonë. Ka sa i përket kësaj interviste ne takojmë pra bashkë. Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte.